Përshëndetje, unë jam Rok Mërdita edhe unë jam shqiptar. Jemi mërditore Prizrenit. Babën e kam Prizrenit në Kosovë edhe nanën e kam të Pejas. Unë e kam lind në Sloveni. Baba jam ka shku në Sloveni kur u kon fëmijë, me kriju jetën më mirë edhe çati ka nejt edhe jam lind aty edhe di vllazët e mi. Tani kemi ardhur në Amerikë në 97-ën. Direkt kemi ardhur këtu në Stamford, Connecticut ku jemi tash. Kemi ardhur këtu me zero, baba nana kemi jetu me në pudrum, krejt bashk, 5 persona. Jeta jem u kon shumë struggle kur kemi ardhur këtu në Amerikë edhe kur kam fillu mu bë pak më i vjetër, e kam pas jetën se kam pas normal se kër shokët e mi, edhe dyqysh ka inspiru mu kanë dishka. Edhe gjithi kam thonë nanës, prej se jam kanë i vogël, kemi ardhur në Amerikë për më bënë dishka special in my life. Gjithkund ku jemi kanë, good vibes, good people, edhe very friendly. A lot of trying to come back from the bottom. That was my life. That was my life. I don't know how much to explain, but that was my life. Edhe kur kam fillu shkollës, kërkosh s'ka ditë qa jemi shqiptar. When I would say I'm Albanian, they say Albino, Armenian. Kur s'ka ditë se qa jemi, edhe unë prej parës klas, gjithë kam thonë se jam shqiptar, gjithë jam kanë i lumtur se jam shqiptar. Më ka pëlqy tash mi ja spjegu shokëve se jam shqiptar, ku jemi, qa jemi. Në qatë kohë s'kam ditë shumë për genocide, po kur jam rrit pak ma vjetër, kam fillu me lexu, kur kam fillu me pas se qa u ndodh, qa u bë, kam hi për çato të lexu, të mësu, deshta mi ja spjegu shokëve se qa u ndodh me ne, tell them what we are and what we've been through. I try my best.